Pejgamberi alayhis salam puna përgëzon me këtë ditë dhe në veçanti në ditën e Arafatit që ne të shtomi veprat e mira dhe ne të agjërojmë në mënyrë që Allahu neve të na falë. Të dashur vëllezër besimtarë, ne në këtë ditë të cilët ne po kalojmë dhe po jetojmë, janë ditë të mëdha. Në veçanti para neve është një ditë edhe më e madhe, një ditë madhështore. Saqë rreth kësaj dite edhe hebrejt na kanë pasur zili si shkak i dhuratave hynore që Allahu i madhrueshëm ju dhuron dhe ju jep robërve të tij të cilët i don shumë. Kjo ditë është dita e Arafatit. Por çfarë të bën ty të ditur se ç'është dita e Arafatit? Dita e Arafatit është ajo dita e plotësisë së fesë. Allahu Azza wa Jall e plotësoi fenë e tij tebaraka wa taala. Agjërimi i kësaj dite, që nuk ka agjërim përveç se ditës së Arafatit që i shlyhen mëkatet e 2 viteve, të vitit të kaluar dhe të ardhme nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë ty imër. Duaja më e mirë që ka mundësi njeriu më e bë, padyshim është duaja në ditën e Arafatit. Allahu tebaraka wa taala nuk zbret në asnjë ditë tjetër në qiellin e kësaj dynjaje përveç se në ditën e Arafatit, dhe pastaj krenohet me melaçet në qiell me robërit e tij. Nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall liron më shumë robërit e tij nga zjarri i xhehenamit përveç se ditës së Arafatit. Këtë e dëshmon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e shënon Imam Muslimi në sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, se ka thënë pejgamberi alaihi salam: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqul ma arada haula." Nuk ka ditë, po thot pejgamberi alayhis salam, që Allahu Azza wa Jall liron më shumë robët e tij nga zjarri i xhehenamit se sa dita e Arafatit. Allahu zbren mbi qiellin e kësaj dynjaje dhe krenohet me melaçet për robërit e tij, dhe pastaj Allahu ju thot: "Ma arada haula", çka janë duke dash këta njerëz, çka janë duke dash këta robërit e mi. Të dashur vëllezër, Allahu i lartësuar e din se robërit e tij dëshirojnë faljen, dëshirojnë mirësi, dëshirojnë harmoni, dëshirojnë dashuri dhe në fund xhenetin Allahu te bareke ve taala. Mirë po fillimisht Allahu po don që ai të krenohet me melaçet në qiell e pastaj të zbret mbi ta mirësi, falje dhe shpëtim dhe në fund ja jap xhenetin Allahut. Të nderuar xhamatli, në këtë vit shumë zemra të besimtarëve ndoshta janë thyer si shkak që nuk kanë pas mundësi me shku në haxh, me e kry këtë obligim fetar të madhit Allah te bareke ve taala. Mirë po shikoni vëllezër, çfarë feje ne kemi, çfarë profeti kemi ne, çfarë edukatori dhe mësuesi kemi ne, Muhammed Mustafa alayhi salam. Ai neve po na jep disa shanca edhe për ata dhe po na përgëzon nëse Allahu nuk na ka bën nasib me shku në Kabe, me e kry haxhin. Pejgamberi alayhis salam po na përgëzon me këtë ditë dhe në veçanti në ditën e Arafatit që ne të shtomi veprat e mira dhe ne të agjërojmë në mënyrë që Allahu neve të na falë. Ka thënë Ibn Rajepi, dita e Arafatit quhet dita e çlirimit të robërve nga zjarri i xhehenamit. Si për ata të cilët qëndrojnë në Arafat, janë në haxh në Mekë, si për ata të cilët nuk qëndrojnë aty, janë në vendet e tyre. Vazhdon Ibn Rajepi, Allahu më shiroft, duke e sjell një dëshmi të qartë dhe madhështore, duke thënë: "Për këtë arsye, dita që vije pas ditës së Arafatit, cila është vëllezër? Është dita Kurban Bayramit, është ditë feste për të gjithë muslimanët, është ditë feste për të gjithë muslimanët në çdo vend të botës, sepse ata e marrin shpërblimin dhe fitimin dhe shpëtimin dhe faljen dhe lirimin nga zjarri i xhehenamit nga Allahu te bareke ve taala."